Si çdo vit edhe sot dyert e Bashkësisë Islame në Xhakovë hapen për të pritur mysafir me rastin e festës së Fitër Bajramit. Atmosfera festive mlodhi përfaqësues të institucioneve, subjekteve politike dhe shoqërisë civile, të cilët pas faljes së Bajramit vizituan këtë institucion për të përcjellë urimet e tyre. Në këto vizita, u theksua rëndësia kësaj feste si simbol i paqes, solidaritetit dhe dashurisë mes njerëzve, duke uruar që këto vlera të jenë të pranishme gjatë gjithë vitit. Kryetari i Këshillit të Bashkësisë Islame në Xhakovë, Valon Myrta, si dhe kryetari i komunës së Xhakovës, Ardian Xhini, përcollën mesazhe urimi për këtë ditë të veçantë. Është ditë shumë e gëzuar, ditë Bajrami, urojmë për gjitha familjet dhe qytetarët e Gjakovës më të mirat urime, që të kenë edhe në zemër, edhe në sofër, edhe në eficiensinë e tyre, sofrën plot edhe shpirtin e fisnikruar. I falenderoj gjithë ata që na kanë uruar. Urimet gjithve gëzuar, qofshit gëzume me shëndet, e me sofra plot, që e tha kryetari. Gjakova është shembull i jashtëzakonshëm jo vetëm në Kosovë, po besoj që kudo në botë mund me marrë shembull se qysh ruhet dashnia, harmonia fetare, qysh udhëheqet një komunitet në mënyrën më të bukur të mundshme, jo veç prej politikës, po prej njerëzve të cilët kanë rol të jashtëzakonshëm. Edhe unë sot e kam falenderuar kryetarin Myrta për rolin e tij, të gjithë Këshillit të Bashkisë Islame në Gjakovë, po dhe gjithë qytetarëve të komunës Gjakovës për një vend të jashtëzakonshëm që e kemi bërë bashkë. Në përmbyllje, u theksua se festa Fitër Bajramit mbetet një moment i rëndësishëm reflektimi dhe afrimi mes njerëzve, duke forcuar lidhjet shoqërore dhe shpirtërore në komunitet.